Tetor 2025, rruga Demokracie do të shqepej nga shoqëria Ujësjellës Kanalizim me Kamës dhe kjo në varësinë e Sulit. Rruga Demokracia pas Skuqan, ku grupi operacional me profesionalizëm dhe me një kohë rekord ka përfunduar me sukses postimin e tubit 140. Furnizimi është kthyer në normalitet, nuk qenë kanë marrë me tubat në vitin 2023. Me sa duket, procesi përmbante vetëm asfalt dhe beton sa për inaugurim. Kështu rruga e re që pati e gjatësinë 2 vjet hapi gojën të marrë miliarda të tjera. Këtu hyn në lojë Rakip Suli. Tek tendrat nuk i lënë në dorë asgjë rastësisht. Kualifikimi të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, skualifikimi i ofertës me vlerën më të ulët. Ky është përshkrimi për flamurin e kuq të riskut të korrupsionit vlerësuar nga Open Data Albania. Në tenderin e mbajtur më 4 maj 2026 kanë aplikuar fillimisht 16 operatorë ekonomik dhe bashkime formash, por procedura tregon se fituesi ishte i paracaktuar. Bami SHPK me pronar Besnik Bamin që shpallur më 28 maj 2026, pasi magjistari Suli ka eliminuar konkurrencën. Dikur mbështetësi Sali Berishës, Bami është afruar me Ramën pas ardhjes së rilindjes në pushtet. Biznesmeni rezulton pjesë e dosjes së SPAK për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Sipas dokumenteve, në një bisedë me Viz Berberin, ish numri 2 i qeverisë, besohet se i referohej Besnik Bamit me inicialet BB. Sonja Balluku i referohet BB-s me epitete të rënda, duke treguar se tendrat për biznesmenin janë imponuar nga një tjetër dorë pa dëshirën e saj, me shumë gjasa nga kryeministri Edi Rama. Kryeministri dyshohet se ka ndarë kontratat dhe koncesionet edhe për Ram Gecin në bashkim Ulajin Pollum Salillarin. Nga ky fragment i shkurtër duket hapur raporti që shkon përtej komunikimit institucional dhe dikton menaxhimin e paras publike. Përmes kompanisë së ndërtimit Besnik Bami, pronari Bami SHPK gjatë 10 viteve të fundit ka marrë mbi 90 tendera me vlerë afro 70 milionë euro.